sot. Dhe ku jemi? U fry shumë 5D-ja. Ku jemi? Qa po ndodh me teatrin kombëtar? U bën 6 vite. Ka parë një koment tek statusi yt sot te një qytetari që thoshte çfarë po ndodh me teatrin kombëtar. Është përtej limiteve. Pra, ne kemi çuar prova pafund, kemi çuar 41 kërkesa për marrjen e sekuestros. Jo vetëm s'është marrë sekuestro nga Spaku, po është e papranueshme se si vetë Spaku nuk e ka regjistruar atë kërkesën tonë për çështjen e ekzekutimit të vendimit gjykatës kushtetuese, por de facto çfarë po bëhet? Po bëhet që nuk është ekzekutuar një vendim gjykatës kushtetuese, është bërë një tender 19 milion euro vetëm për fillimin e punimeve të teatrit kombëtar. Kemi disa punime të cilat në fakt po shtyhen dhe Tirana në maj mbushi 6 vite për teatr. Çfarë kemi tjetër? Kemi 5D-n. U përfol 5D-ja dhe dolën të gjithë. Se dua të prekim sidomos se ti u ndale tek aeroporti. Pra, po Porti Durrësit. Po tani ndalemi pak te Porti Durrësit. Këtë do thoja. Është një aferë antishqiptare me përmasat skandaloze. Adriana, të lutem, tani që ti dhe të gjithë ne kemi mundur të dëgjojmë atë fjali që vetë Alabar e tha. Kaloj, pra, në thonjza, kaloj në llogoren tonë. Dhe nga ana tjetër, a duhet të përbënte kjo deklarat një element të rëndësishëm për Spak, i cili materiale për Portin e Durrësit ka pafundësisht? Pra, çfarë ndodhi? Ne e quam Portin e Durrësit, bëm 2 kallëzime penale për Portin e Durrësit. Njëri prej tyre sot është në gjykatën e lartë, që në këndvështrimin tim janë të njëjtët njerëz të emëruar nga Edi Rama dhe të cilët ashtu siç vepruan me çështjen e pronës grabitur në Surrel do mbajnë të njëjtin qëndrim. Nga ana tjetër Partia Demokratike bëri 2 kërkesa, qoftë për ligjin e parë, qoftë për ligjin e dytë në gjykatën kushtetuese. Sot minimalisht ata 8 antarë të gjykatës kushtetuese duhet ndihen të turpëruar përveç Sonila Betis, e cila në fakt i dha të drejtë kërkesës Partisë Demokratike, të tjerë të rrëzuan dhe për të mos përmendur edhe deklarataat e zotit Braho në kuvend, ku u pyet nga deputeti Igli Cara dhe ku tha që ju keni të drejtë të sillni prova të reja, ne kemi të drejtë të sjellim prova të reja. Jo, ne nuk kemi asnjë lloj të drejte, sepse ne kemi sjell të gjithë provat. Jo, po edhe në rastin e Portit të Durrësit, vetëm deklarata e Alabarit duhet të detyronte Spakun të niste kryesisht hetime. Tani mas bërse pa këtë pse. Sepse pa u futur shumë thellë pra tek element që publiku nuk e përveç pjesës historisë dhe pjesës antishqiptare të rënimit të Portit të Durrësit, ne kemi shkelur vetë ligjin që është aprovuar në kuvend. Sepse ligji 2020-s që u miratua në kuvend, po u bë marrëveshja me Emiratet e Bashkuara, është që në krye të herës është thënë që do bëhet zhvillimi i Portit të Durrësit. Pra, jo shëmbja e Portit të Durrësit. Kemi probleme me... A i thotë nxituam tani? Po pse çfarë, me një fjalë ne mund të shkatrojmë historinë dhe parat publike të shqiptarëve me një fjalë? Po pra, po pse duhet hetuar kjo fjalia e tij që ai thotë nxituam? Pra, nxituam pra sepse ai e shikon që ajo është falimentuar Porti i Durrësit. Pse duhet ta nxjisë kjo deklarat, kjo fjali, po e bën ndryshe pyetjen, pse duhet ta nxjisë pikërisht kjo? Janë mbi 100 milion euro të investuar në Portin e Durrësit. Dhe ne nuk kemi pse investojmë 430 milion euro që për fatin ton të mirë na ndihmoi drejtuesi i dhomës amerikane të tregtisë, që unë e kam thënë në studion tuaj që nuk është deklarat personale dhe individuale, por është një deklarat e nxitur nga qarqe të caktuara amerikane, sepse kemi të bëjmë me